Tensionet në lindjen e mesme vjuan të përshkallëzohen edhe këtë martë të 10 marsit, pasi Irani dhe Izraeli kanë shkëmbyer sulme të reja që kanë shkaktuar viktima dhe dëme në disa zona të rajonit. Situata mbetet e brisht, ndërkohë që në sken po hyn gjithnjë më shumë aktorë ndërkombëtar që kërkojnë uljen e tensioneve. Sipas raportimeve të fundit, sulmet ajrore izraelite në territorin iranian kanë shkaktuar rreth 40 viktima. Nga ana tjetër, një sulm raketor iranian në zonën e Jehudit, në Izraelin qendror, ka lënë të vdekur 2 persona dhe ka plagosur rënd 2 të tjerë. Viktimat po punonin në një kantier ndërtimi dhe nuk ndodheshin në një stre antiajrore në momentin e shpërthimit. Mbrojtja ajrore e Bajrenit ka bërë të ditur se ka ndaluar një numër të madh sulmesh që nga fillimi i përshkallëzimit të konfliktit. Sipas raportimeve, sistemet e mbrojtjes kanë rrëzuar 105 raketa dhe 176 dronë të lëshuar nga Irani, duke parandaluar dëme më të mëdha në territorin e vendit. Autoritetet iraniane kanë akuzuar SBA-n dhe Izraelin për viktima të shumë civil. Sipas Teheranit zyrtar, deri më tani kanë humbur jetën 193 fëmijë, mes tyre edhe një foshnjë 8 muajshe. Irani ka dënuar sulmet, duke i cilësuar si agresion dhe ka paralajmëruar se kundërshtarët do të marrin një mësim të fortë. Në të njëjtën kohë, Teherani kërcënoi sërish me mbylljen e ngushticës së Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. Autoritetet iraniane kanë deklaruar se vendet që i konsiderojnë armike nuk do të lejojnë të transportojnë naftë përmes kësaj zone strategjike. Në frontin diplomatik, ka shenja të përpjekjeve për uljen e tensioneve. Presidenti amerikan Donald Trump, mbas deklaratave të mëparshme se Irani do të përballej me pasoja të rënda nëse përpiqet të bllokojë qarkullimin e naftës në ngushticën e Hormuzit, ka thënë më pas se nuk përjashton mundësinë e zhvillimit të bisedimeve me Iranin, nëse kjo mund të ndihmojë në stabilizimin e situatës. Edhe Rusia është përfshirë në përpjekjet për ndërmjetësim. Sipas Kremlinit, presidenti Vladimir Putin ka propozuar disa opsione për uljen e tensioneve gjatë një bisede telefonike me Trump, megjithse detajet e propozimeve mbeten ende konfidenciale. Nga ana tjetër, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi Iranin se mbas një incidenti ku një raketë balistike iraniane hyri në hapësirën ajrore turke dhe u rrëzua nga mbrojtja ajrore e NATO-s, Erdogan i theksoi se shkelja e hapësirës ajrore nuk do të tolerohet dhe bëri thirrje për diplomaci. Përfshirja indirekte e vendeve të tjera të rajonit shtoi shqetësimet për zgjerimin e konfliktit. Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan një sulm me dron ndaj konsullatës së tyre në Kurdistanin irakian, i cili shkaktoi vetëm dëme materiale, por u cilësua si një akt i rënd i cili rrezikon stabilitetin rajonal. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për përmbajtje. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi se liria dhe të drejtat e njerëzit nuk mund të arrihen përmes bombardimeve, duke paralajmëruar se përshkallëzimi i konfliktit mund të ketë pasoja të rënda, jo vetëm për lindjen e mesme, por edhe për Evropën, si dhe ekonominë globale.